Gjatë periudhës tetor-nëntor 2022, Shteti Shqiptar, nëpërmjet Institutit të Statistikave të Shqipërisë, do të ftojë të gjithë banorët për të bërë pjesë e censit të popullsisë dhe banesave. Një nga punonjësit e Institutit të Statistikave të Shqipërisë do të trokas në shtëpinë tuaj. Pasi t'ju paraqes dokumentin e identifikimit, ai ose ajo do t'ju kërkojë të plotësoni pyetësorin e censit. Pyetësori ka si synim të mbledhë informacion mbi numrin, shpërndarjen gjeografike dhe karakteristikat kryesore të popullsisë dhe banesave. Pyetësori përmban disa pyetje të thjeshta mbi të dhënat tuaja personale si emër, mbiemër, gjinia, mosha, aftësia, amësia, ditëlindja, vendlindja dhe shtetësia. Gjithashtu, disa pyetje do t'ju drejtohen në lidhje me arsimin dhe profesionin. Në rast se jeni në marrëdhënie pune, ju duhet të informoni mbi emrin e kompanisë ku punoni, vendin dhe orët e punës. Pyetjet në lidhje me identitetin etnik, besimin fetar dhe gjuhën janë pyetje për të cilat vendosni ju nëse preferoni t'i përgjigjeni apo jo. Një rëndësi të veçantë në cens kanë pyetje të cilat kërkojnë të mbledhin informacion mbi ndërtesën dhe banesën ku ju jetoni. Këto pyetje lidhen me llojin e banesës, statusin e banimit, adresën zyrtare dhe sipërfaqen e banesës. Gjithashtu, ju do t'ju përgjigjeni pyetjeve të cilat japin informacion mbi tokën tuaj të punueshme, dru frutorët, sipërfaqen e livadeve dhe kullotave, si dhe numrin e gjedhve, leshtave, dhirtave e të tjerë. I gjithë informacioni i mbledhur do të ruhet në mënyrë të sigurt dhe konfidenciale. Ai do të përpunohet për të nxjerrë statistikat të cilat do të shërbejnë si piknisje për hartimin e strategjive ekonomike dhe sociale dhe vendimarrjen bazuar në to. Përgjigjet tuaja janë kontributi yt për të ardhmen e vendit tonë.